që dita e gjuma është fali e mkateve që i bëjmë neve të vogla gjatë javës. Dhe Allah e na i falt ato, ja Rabbi. Dhe çdo javë, në këtë formë kur vim, po flas për namazdi që 5 kohë namazit i falen, kur vim këtë çdo javë dhe mundohemi një fjalë të Zotit me dëgju për një rob të Zotit, dhe rrim, ngojmë në ajet, në hadith, dhe shpresojmë se me ardhur mysafir të Zotit, dhe dikush është dalë me fol në emën të Zotit dhe të pejgamberit alayhisalatu sallam, ky vullnet yni inshallah nuk do të mbetet i pashpërblyer për Zotit ton, për Allahut azza wa jall. Andaj falenderojmë Allahun Taala që na ka bërë mundësi me qenë mysafir në shtëpinë e tij, na e boft inshallah nasib edhe mysafirllëkin xhenetet e tij në ditë gjykimit, ya Rabbi.